Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Parlamenti Evropian miratoi raportin më të ri për Maqedoninë e Veriut, në të cilin evidentohet një sër mangësisht që sipas eurodeputetëve vazhdojnë të ngadalsojnë procesin e integrimit të vendit. Raporti vë theks të veçantë tek mungesa e progresit në sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe pavarësinë e gjyqësorit. Eurodeputetët shprehen shqetësim për ndërhyrjet politike në sistemin e drejtësisë, dobësitë strukturore të institucioneve gjyqësore dhe mungesën e rezultateve konkrete në ndjekjen e rasteve të korrupsionit të nivelit të lartë. Parlamenti Evropian përsërit thirrjen për miratimin e ndryshimeve kushtetuese, por njëkohësisht thekson se mosmarrëveshjet bilaterale nuk duhet të përdoren për të bllokuar procesin e anëtarësimit. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështjet europiane Bekim Sali përshëndeti debatin në Parlamentin Evropian për raportin për Maqedoninë, duke vlerësuar se mesazhet e eurodeputetëve përfaqësojnë një konfirmim të fortë të perspektivës europiane të vendit. Para votimin në Parlamentin Evropian, kryeministri Mickoski u bëri thirrje eurodeputetëve të mbështesin amendamentet me të cilat protokollet bilaterale nuk do të jenë pjesë e kornizës negociuese të Bashkimit Evropian. Përveç raportit për Maqedoninë, eurodeputetët miratuan dhe raportet për Malin e Zi, Shqipërinë, Bosnjë dhe Hercegovinën dhe Kosovën. Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska Davkova, kërkon një qasje më të fortë dhe më të argumentuar në procesin e integrimit evropian të bazuar në interesat kombëtare dhe vlerat europiane. Sipas saj, qytetarët duhet të inkurajohen se vlerat europiane janë dhe vlera maqedonase dhe mund të zbatohen në vend. Presidentja Gordana Siljanovska Davkova kërkon ndryshim të metodologjisë së negociatave të Bashkimit Evropian, duke theksuar se procesi i zgjerimit nuk mund të funksionojë mbi parimin hesht dhe dëgjoj. Ajo kritikon qasjen e Bashkimit Evropian si të pabarabartë mes vendeve anëtare dhe kandidate dhe thotë se vendet kandidate duhet të kenë të drejtë të shprehin qëndrimet e tyre në negociata. Sipas saj, dhe vetë Bashkimi Evropian ka nevojë për reforma të thella në mënyrën se si zhvillon procesin e zgjerimit. Parlamenti Evropian miratoi një amendament për përdorimin e gjuhës shqipe në provimet shtetërore të jurisprudencës në Maqedoninë e Veriut. Eurodeputetët i bën thirrje autoriteteve të Republikës së Maqedonisë së Veriut që të zgjidhin sa më shpejt të çështje, si dhe kërkon që protestat e studentëve të mos portretizohen si faktor destabilizues apo si të motivuara politikisht. Në të kërkohet të sigurohet dhe zbatimi praktik i marrëveshjes kornizë teore si në ligj ashtu dhe në frym. Kryetari i lidhjes shqiptare Zjadin Sela përshëndeti qëndrimet e Parlamentit Evropian mbi përdorimin e gjuhës shqipe në provimet shtetërore. Përmes rrjeteve sociale, ai e cilësoi këtë si një fitore të rëndësishme për studentët dhe të drejtat gjyqësore të shqiptarëve. Parlamenti Evropian e tha qartë, provimet shtetërore duhet të jepen në gjuhën shqipe. Nuk tha as ligj të ri, as metodologji, as rregullore, as teori dhe as praktik, dhe jo vetëm jurisprudenca, por të gjitha provimet. Marrëveshja e orët tha të respektohet në ligj dhe në frym, shkruan mes të tjerash Zjadin Sela. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështjet europiane në Maqedoninë e Veriut Bekim Sali në hapjen e Skopje Security Forum 2026 vlerësoi se siguria dhe stabiliteti i rajonit nuk mund të konsiderohen të mirëqëna, por kërkojnë investim të vazhdueshëm në institucione demokratike, sundim të ligjit, zhvillim ekonomik dhe bashkëpunim rajonal. Ai nënvizoi se integrimi evropian mbetet orientimi strategjik i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe një nga garancitë më të forta për stabilitet, afatgjat, siguri dhe begatim. Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska Davkova, kërkon një qasje më të fortë dhe më të argumentuar në procesin e integrimit evropian të bazuar në interesat kombëtare dhe vlerat europiane. Sipas saj, qytetarët duhet të inkurajohen se vlerat europiane janë dhe vlera maqedonase dhe mund të zbatohen në vend. Presidentja Gordana Siljanovska Davkova kërkon ndryshim të metodologjisë së negociatave të Bashkimit Evropian, duke theksuar se procesi i zgjerimit nuk mund të funksionojë mbi parimin hesht dhe dëgjoj. Ajo kritikon qasjen e Bashkimit Evropian si të pabarabartë mes vendeve anëtare dhe kandidate dhe thotë se vendet kandidate duhet të kenë të drejtë të shprehin qëndrimet e tyre në negociata. Sipas saj, dhe vetë Bashkimi Evropian ka nevojë për reforma të thella në mënyrën se si zhvillon procesin e zgjerimit. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështjet europiane në Maqedoninë e Veriut Bekim Sali në hapjen e Skopje Security Forum 2026 vlerësoi se siguria dhe stabiliteti i rajonit nuk mund të konsiderohen të mirëqëna, por kërkojnë investim të vazhdueshëm në institucione demokratike, sundim të ligjit, zhvillim ekonomik dhe bashkëpunim rajonal. Ai nënvizoi se integrimi evropian mbetet orientimi strategjik i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe një nga garancitë më të forta për stabilitet, afatgjat, siguri dhe begatim. Politik. Kryeministri Istria Mickoski premtoi hartim të akteve nënligjore për të vendosur sanksione ndaj mosbatimit të ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Në intervistë për Alsat, shefi i qeverisë tha se ligji do të hyjë në fuqi, do të jetë funksional menjëherë pas miratimit, ndërsa detajet për zbatimin dhe politikën ndëshkuese do të përcaktohen më vonë. Mickoski shtoi se metodologjia do të bazohet në dy kritere kryesore: përkatësinë etnike dhe cilësinë në përputhje me vlerat e garantuara në kushtetutë.
Apsolutno дека два критериума ќе бидат клучни, а тоа се етничката припадност, но и квалитетот, односно сето на кое што се уставно гарантирани вредности и темелни вредности на нашиот устав. Absolutisht që dy kriteri do të jenë kyçe, përkatësi etnike, por dhe cilësia, pra gjithçka që përbën vlera të garantuara me kushtetutë dhe vlera themelore të kushtetutës sonë, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat vijon të jetë pjesë e debateve në tryezat politike në Maqedoninë e Veriut. Për TV21 jeton shoqëri nga BDI, forca më e madhe opozitare, theksoi se ligji nuk ka element sanksionues. Mes të tjera, shoqëri tha se nga opozita askush nuk thotë që ligji është i mirë. Vet nga titulli, domethënia është ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, nëse e shohim bashkërisht dhe në debat dhe në përmbajtje, në opinion, përfaqësimi kalon si elementi i dytë, adekuat, ndërsa përfaqësimi është element i më i rëndësishëm. Pyetja e cila ngjall debat dhe diskutim është se si do veprohet me drejtorët e ndërmarrjeve komunale në vendet e ndryshme të vendit tonë, me komunat nëse nuk respektojnë një deklaroi jeton shoqëri nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Koalicioni i qeverisës së Vlen në Maqedoninë e Veriut vijon të mbështesë ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Për TV21, Admir Shabani theksoi se ligji është në suaza të normave europiane. Faktikisht propozimi i tashëm i ligjit është në suazat normave europiane dhe garanton përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, por ajo që është më e mira e kësaj garanton profesionalizmin, faktikisht marrja e vendit të punës do të bazohet në bazë të meritokracisë dhe profesionalizmit, jo vetëm punësimi, po në fakt edhe avancimin e administratën publike dhe shtetërore. Mes të tjerash, Shabani tha se ligji përmbush të gjitha normat europiane, për më tepër sipas tij, ligji nuk mund të goditet në gjykatën kushtetuese të Maqedonisë së Veriut. Ekonomi. Qeveria e Republikës Maqedonisë së Veriut miratoi vënien në funksion të sistemit kontrolleve të përbashkëta kufitare One Stop Shop me Republikën e Shqipërisë, duke përmbyllur procesin e zbatimit me të gjitha shtetet fqinje jo Schengen. Qeveria miratoi vënien në funksion të sistemit të kontrolleve të përbashkëta kufitare One Stop Shop me Republikën e Shqipërisë. Me këtë përmbyllet procesi i vendosjes së këtij sistemi me 3 shtetet fqinje të Republikës së Maqedonisë së Veriut që nuk janë pjesë e zonës Schengen, duke pasur parasysh se ai tashmë funksionon me Serbinë dhe me Kosovën. Për finalizimin e plotë të procesit mbetet të nënshkruhet marrëveshja ndërmjet dy ministrive të punëve të brendshme. Zbatimi i sistemit fillimisht do të vijë në pikën kufitare të qaftanës, ndërsa më pas do të zgjerohet në pikat e tjera kufitare me Shqipërinë. Zbatimi i sistemit do të mundsoj kalimin më të thjeshtë, më të shpejtë dhe më të sigurt të kufirit shtetëror, veçanërisht gjatë sezonit veror, kur rritet ndjeshëm frekuenca e udhëtarëve dhe kur në të kaluarën qytetarët shpesh kanë ngritur shqetësime për pritje të gjata në pikat kufitare. Sipas zëdhënëse së qeverisë, finalizimi plot i marrëveshjes mbetet vetëm në shkrimin ndërmjet ministrive të brendshme. Gjatë vitit 2025 në këto pika kufitare janë regjistruar mbi 4.5 milion udhëtar, prej të cilave mbi 2.3 milion vetëm në pikën kufitare të qaftanës. Zëvendës ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë së Veriut, Astrid Hiseni, komentoi vendimin më të fundit të qeverisë për krijimin e një pike të përbashkët kufitare mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Astrid Hiseni deklaroi se me këtë vendim po ndërtohen kufi që na bashkojnë dhe nuk na ndajnë. U miratua vendimi për zbatimin e sistemit One Stop Shop edhe në Republikën e Shqipërisë. Qaftan, një hap i rëndësishëm drejt fleksimit të lëvizjes së qytetarëve dhe mallrave, kufi më të hapur, procedura më të shpejta dhe mundësi për qytetarët tanë. Hap pas hapi, po ndërtojmë kufi që na bashkojnë e nuk na ndajnë, qytetarët në plan të parë. Shqipëria ishte vendi i fundit të rajonit me cilin qeveria në Shkup nuk kishte ndërtuar One Stop Shop në pikat kufitare. Koalicioni i qeverisë Vlen deklaron se vendimi për funksionalizimin e sistemit One Stop Shop në kufirin me Republikën e Shqipërisë përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të menaxhimit kufitar dhe afrimit praktik të qytetarëve të dy vendeve. Vlen tha se ky është edhe sinjali se po thellohen marrëdhëniet mes dy vendeve. Përveç aspektit teknik, ky është një sinjal i qartë politik për thellimin e bashkëpunimit rajonal dhe për forcimin e lidhjeve ekonomike, turistike dhe familjare mes dy vendeve, apelojnë nga koalicioni i qeverisës në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut i kujton qeverisë se kalimi kufirit One Stop Shop me Shqipërinë nuk ishte as premtimi vleni dhe as arritje e tyre, por si shtan, përgatitjet për këtë sistem kanë filluar në vitin 2019. Marrëveshja qeveritare është nënshkruar më 14 nëntor 2022, ndërsa inaugurimi zyrtar është bërë në korrik të vitit 2023. Alianca për shqiptarët tha se vlen nuk ka qenë as iniciator, as propozues dhe as bartës i këtij procesi, dhe kjo nuk është arritje, është përvetësim politik i punës së dikujt tjetër, apelojnë nga Alianca për shqiptarët. Pritet të hapen edhe 550 vende të reja pune në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Ekonomisë Besar Dyrmishi njoftoi fillimin e një investimi me vlerë 20 milion euro në sektorin e automjeteve. Pritet që ndikimi i këtij investimi të shtrihet kryesisht në komunën e Tetovës dhe më gjithësisht në rajonin e Pollogut. Është veçanërisht e rëndësishme që ky investim të realizohet në zonën industriale të Tetovës, zona e vetme zhvillimore teknologjike industriale në vend që është nën kompetencë të Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës. Kompania Java Automotive është kompani e njohur ndërkombëtare me përvojë prej disa dekadave në industrinë e automobilave dhe me kapacitete prodhuese në disa vende të rajonit. Rënja e çmimeve të naftës në tregjet botërore pas lajmeve për arritjen e marrëveshjes mes SBA dhe Iranit pritet të reflektohet dhe në tregun vendor të derivateve. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histra Miskoski deklaroi se në ditët e vijnë çmimet e karburanteve do të mbeten të qëndrueshme dhe se do të ketë lëvizje minimale, ndërsa javën e ardhshme pritet ulje më e ndjeshme. Sipas tij, vendimi i radhës i Komisionit Rregullator për Energjetik do të bazohet në lëvizjet e javës kaluar kur ende nuk ishin reflektuar zhvillimet më të fundit në tregjet ndërkombëtare. Aktualitet. Goditje me molotov përpara ambasadës së Bullgarisë në Shkup. Në orët e mesditës është hedhur koktejl molotovi përpara objektit të ambasadës së Bullgarisë. Zjarri preku 2 vetura të ambasadës. Në terren ndërhyn ekipet e zjarfikse, ndërsa shient pranishëm dhe zyrtar policor. Të dhënat paraprake tregojnë se incidenti është shkaktuar nga një kalimtar i rastit, i cili ka lyer veturat me lëndë të djegshme dhe më pas ka hedhur shishe me molotov. Presidentja e Bullgarisë, Liliana Jotova, dënoi djegjen e 2 automjeteve diplomatike para ambasadës së Bullgarisë në Shkup, duke vlerësuar atë si një incident të paprecedent. Ajo tha se përjeton incidentin si një sulm ndaj Bullgarisë. Deklarata e presidentes bullgare vjen pasi autoritetet në Maqedoni dënuan aktin ndërsa u arrestua autori dyshuar. Edhe ministri i punëve të brendshme Pançe Toshkovski e dënoi ashpër incidentin duke theksuar se dhuna nuk do të lejohet dhe as tolerohet. Lidhur me motivet e incidentit, ministri tha se nuk mund të ndajë më shumë informacione. Ndoqet përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.